procesi i integrimit duhet të përmirësojë Shqipërinë. Prandaj është një proces i bazuar në merit dhe në arritjen e standardeve europiane, që përmirësojnë jetën e qytetarëve shqiptar. Vizita tretitore në Berlin na bëri edhe më shumë me dije se ku qëndrojnë problemet, se kush janë pengesat e Shqipërisë në procesin e integrimit. Fatkeqësisht, 100% e pengesave, 100% e problemeve janë shkaktuar nga qeveria dhe nga mazhoranca aktuale qeverisëse. Prandaj do duhet bëhemi gjithë bashkë së pari për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe një qeverisje të përgjegjshme që punon për interesin publik dhe punon për integrimin e Shqipërisë. Edhe një herë shumë faleminderit të gjithë deputetëve dhe ministrit të shtetit për Europën, për pritjen në Berlin, për shkëmbimin e ideve dhe për një bisedë të hapur mbi të ardhmen europiane të Shqipërisë. Ju përshëndes nga Berlini.